Mirë, dua të rikthehem tek te rolet e tua, te kontributi yt. Në këndvështrimin tënd, në mënyrën se si i vlerëson gjërat. Dhe e di që besoj është e vështirë ta bësh një zgjedhje të tillë, po cila ka qenë skena më domethënëse e karrierës ose roli më domethënës i karrierës për ty? Se për mua besoj mund të ketë qenë tjetër, për Violën një rol tjetër, po për Bujara Siriun, roli më domethënës. Dhe jo detyrimisht vetëm në film, ndoshta edhe në teatr. Po janë disa, nuk është vetëm një rol, janë disa role që mua më kanë vënë para vështirësive të çuditshme artistike. Jo gjithmonë natyra njerëzore, aktoriale përputhet me të dhënat që ka figura artistike. Dhe midis aktorit dhe figurës artistike gjithmonë ndodh një ndeshje e tmerrshme. Pse them këtë? Po. Ti mendon se ke rrokur figurën. Ajo të ikën. Ti do të shkosh ta kapësh prap, ajo prap nuk të qëndron. Ti mundohet e gëlltita thua, ajo të zë frymën, të del, ose të mbyt. Në këto raste, aktori duhet jetë i mençur i para, të vënë racionale, mendimin në radhë të parë, dhe pas mendimit anën emocionale. Në qoftë se aktori zgjidh në fillim anën racionale të menduarit, se si mendon figura, dhe pse mendon kështu dhe nuk mendon ndryshe. Emocionet vinë vetvetiu më pas. Kështu që sfida kjo është të kuptosh filozofinë e figurës. Që kjo figurë mos t'i njaj kësaj figure. Mos të jenë figurat të barazvlefshme. Çdo aktor duhet të studiojë në mënyrë të tillë që të personalizojë plotësisht personazhin. Edhe kjo është gjëja më e vështirë, sepse ndryshimi i aktorit nga figura në figurë nuk ndodh në aparencë, në kostume, në këto, jo. Bëhet brenda qenies së tij, bëhet brenda laboratorit të tij. Këtu lëvizin gjërat që dalin jashtë pastaj. Në qoftë se aktori nuk e ka këtë laborator, figura do t'i ngjajë njëra tjetrës, do të jenë shablone, edhe thua ti spam në një gjë të re. Këtë figurë pam dhe partije, këtë figurë po shikojmë dhe sot. Kështu që unë këtë e kam quajtur sfidën më të madhe në përleshjet që kam bërë me figurat artistike. Që figura mos t'i njaj figurës, roli mos t'i njaj rolit. Kjo është beteja me vështirë e një aktori. Sigurisht edhe me bashkëpunimin me regjisorin është shumë e rëndësishme që të bashkëpunosh me regjisor të aftë, kuptohet gjithmonë me regjisor të aftë, që ta ndërtosh figurën artistike. Unë nuk kam të përcaktuara X, kështu nuk kam, po janë shumë figura të cilat më kanë vënë në vështirësi të madhe. Për shembull, po çat kujtoj tani. Janë shumë role. Jam shumë kurioz vërtet, po ta bëj pyetjen e kuriozitet. Po një nga figurat më të vështira ishte doktor Guramedo tek Darka e gabuar e Kadares. Figurë shumë e vështirë, sepse ishte një figurë që shumicën e qëndresës në skenë, e aksionit skenik, e kishte në monolog të brendshëm. Ajo është gjë më e vështirë për një aktor që të realizojë monologun e brendshëm të një figure artistike, sepse nuk duhet të thuash të dëgjoj spektatori vetëm tekstin, por duhet kuptoj se si procedon ti gjatë kohës që nuk flet. Kjo është pjesa më e vështirë e aktorit në skenë. Çfarë mendon ti gjatë kohës që nuk je në skenë? Që je në skenë por nuk flet. Kjo është momenti më i vështirë i aktorit. E po e kape publikun këtu, e ke fituar zemrën. Po i more vëmendjen publikut, që publiku të thotë, ngelet i vëmendshëm ndaj teje dhe kur nuk flet.
Ndërkaq ke patur edhe role të tjera të spifatura. Familja Tot ka qenë një personazh shumë interesant që kam luajtur. Kam luajtur me Enver Petrovskin, Ramet Ket që u nda nga jeta tani me Rtan Imamin, kam luajtur një komedi franceze, Art, me 3 personazhe. Ai ishte një personazh, Ivani ishte shumë një personazh simpatik. E që është pritur edhe është dashur shumë nga publiku. Po, shumë. Edhe te pjata prej Druri, me Agim Qiriaqin, me Sulejman Pitarga, me të madhin Sul Pitarga ishte një aktor i jashtëzakonshëm. Më bënte përshtypje, falni që Sula ishte rreth 80 vjeç, 81 vjeç atëherë. Më bëri përshtypje energjia e tij. Ishte pothuajse i verbër. Me ato syze shumë. Mua më bënte përshtypje vitaliteti, energjia e tij, kujtesa e tij të bënin shumë përshtypje për moshën që kishte. Edhe e zotëronte në mënyrën shumë dimensionale skenën. Merrte pothuajse vëmendjen e tërë publikut kur dilte Sula në skenë. Kjo është energji e madhe aktoriale. Ky është talent i madh. Të thithësh të gjithë energjinë e sallës. Ky ishte Sul Pitarga. Ndërkohë që unë e kam parë për herë të parë unë personalisht Bujara Sjeriun tek premiera e Pamje nga ura. Po. Me Timo Flokon. Po. Edhe ajo ishte një shfaqje suggestionuese, shfaqje bukur. Unë loja atë emigrantin Markon. Ajo pati një çudi, pati një edhe regjizori Bert Miga, një regjizor i talentuar. Ishte një shfaqje që ajo theu dyert e teatrit. Nuk biletat shiteshin një javë përpara. Po. E mbaj mend ishte Keni pasur ndonjëherë frikë përpara ndonjë shfaqje që nuk do mbushej salla? Po ka, për shembull, ne ndjej më njëherë që kjo shfaqje do ketë publik, ose kjo shfaqje nuk do ketë. Sepse zërat qarkullojnë, po sigurisht. Jo, dhe ka shumë të bëjë dhe përhapja e opinioneve. Vinë për shembull 5 veta ose 10 veta në provë të përgjithshme. Si ishte një shfaqje. Dhe hapin opinion. Tani ti s'ke të drejtë të thuash të përhapësh opinionin mbaje për vete. E kupton? Botohet në gazetë. Po. Botohet në gazetë opinionin. Po jo të pëshpërisësh. Mua nuk më pëlqejnë pëshpërimat. Ose thuaj në sy tjetrit që më pëlqeve ose nuk më pëlqeve. Thuaj në sy. Mirë, po shumë e vështirë në profesionin tonë, do thonë, sepse nuk janë eksakte, nuk është matematik. Arti nuk është matematik. Është ndjesi. Është ndjesi ajo. Ku e di ti që nuk do ketë spektator? Ku e di ti? Ku e di? Kështu që në fakt shpesh herë ndjesegon publikun shqiptar e gjykojnë shumë ose ndoshta janë thjesht para gjykime. Po. Sikur është një publik që nuk arrin ta kuptojë, nuk e shijon shfaqjen. Apo edhe populli shqiptar në përgjithësi sikur nuk janë të interesuar për artin edhe kulturën. Mos ndoshta thjesht kanë aksesin e kufizuar në këtë pikë. Jo, këto janë të thëna prej njerëzve të vegjël që mendojnë që publiku të kupton aq mirë. Kaq mirë, është kaq i mençur. Sa duhet që ti të jesh i vëmendshëm ndaj publikut që si do reagoj ai. Ka pas shfaqje për shembull që të ikën publiku nga salla. Ai e ka fajin. Ai të dishon, të dëgjon 20 minuta, 25 minuta. Nuk i mbush mendën të ikën. Çfarë ta mbash ti? Ti ta gozhdosh në sedile, në ndëjse, nuk e gozhdon dot. Nuk i pëlqen ai. Kështu që përgjegjësia është jotja, nuk është e publikut. Kështu që duhet ndar këto gjëra. Jo publiku, s'po kupton publiku, mua s'është i mençur publiku. Kështu që e thua ti se do të justifikosh vete që s'ke bërë punë të mirë. Unë kështu gjykoj, kështu kam gjykuar gjithmonë. Ashtu është. Pse salla mbushet kur është Bujara Sjeriu? Po pse mbushet salla kur ke shfaqje të mirë ti? Pse thua po këta pse erdhën kaq shumë këtu?
Mua më ka bërë përshtypje një herë që bënim një koncert të fjalës artistike me Reshad Arbanën e madh, me poezitë e Ali Aslanit, këtu te Metropoli. Ardian Klosi e moderonte atë, e kishte bërë botimin e volumit të zgjeruar të librit të Ali Aslanit me krimtarinë e tij. Edhe thret dhe Reshadin dhe mua që t'i bënim poezitë patriotike, do t'i bënte një 10 poezi, do t'i bënte Reshadi, ku do bëja këto poezitë lirike. Te Metropoli, aty unë mendova që do vina apo s'do vina 150 veta. 700 veta në sallë. 700 veta do më qëndronin një, u bllokuan këto kondicionerët, u bllokuan. Me zimë në frymëbjerë, 700 veta një mbi një që ndronin një. Ka që ndërë, kur është gjë e bukur, është gjë e bukur. Publiku të do kur bën gjëra të bukura, pa diskutim të do. Edhe s'të ndahet, nuk të ndahet publiku kur ti bën gjëra të mira. Dhe nuk të kursen nga ana tjetër. Nuk të kursen edhe për duar trokitje, edhe për përshëndetje, për të gjitha gjërat, edhe për respekti të rritet më shumë. E gjitha. Në fakt, unë jo më kote orientova bisedën tek teatri, sepse ka një perceptim që, sidomos tani po them, filmi të shpërblen më shumë financiarisht. Mund të jetë i vërtet, patjetër. Por është teatri ai që e formon aktorin. Edhe aktorët më të mëdhenj që ne i shohim në kinema ndërkombëtare sot, sidomos për shumë po të marr rastin. Aktorët britanik, po marr vetëm një shembull, se për ata di më shumë. Kanë ardhur nga teatri shakespearian, në të rritë e tyre. Pastaj janë komercializuar dhe janë mediatizuar botërisht në kinema, po kanë ardhur nga teatri shakespearian. Pa diskutim, është baza. Shiko, teatri është laboratori. Në teatr ti ke mundësi të eksperimentosh në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprerë. Filmi është të filmon, të fotografon, edhe ikën ti, nuk thua, dale ta bëj dhe njërë fotografi, s'ka më, të bëri fotografin, të filmoj episodin, mbaroj. Ngeli aty es. Kurse në teatr ti ke mundësi të eksperimentosh vazhdimisht. Asnjë shfaqje nuk është njësoj si tjetra. Edhe një shfaqje nuk është një lloj, jo. Edhe sot e bën kështu, nesër e bën ashtu, vazhdimisht je në kërkim, në eksperimentim dhe në pambarim të asaj gjës së bukur që mendon ti të realizosh. Bujar, është më vështirë ta bësh të qaj publikun apo të qesh? Po këto janë dy ndjenjat më njerëzore dhe më të natyrshme të publikut të emocionohet, të mbushtit me lot apo të gajaset, të qesh. Sigurisht në të dy krahët unë them se është e vështirë. Se kemi parë komedian në shfaqjet e të cilëve nuk qeshet. Edhe të lëshoj lotin publiku nuk është aq kollaj. Nuk është kollaj. Sigurisht edhe ta bësh të qesh nuk është kollaj. Do me thënë, përpjekjet duhet të jenë të tilla që mos ja imponosh ti as të qeshurën, as të qarën, por ta ndërtosh në mënyrë organike që ai të kënaqet dhe po u kënaq në emocionet e tua të sinqerta, ati ikën vetë kokër e lotit. Po. Ose ai kënaq qesh në mënyrë organike. Dhe ndonjëherë mbase s'ka as nevojë për batuta dhe as që aktori të qaj vetë që ta bëj publikun për çaj. Jo. Është shumë ndjesi. Ka pas shumë aktor që thonë, ore, më iku kokër e lotit kështu, shilo krakove publiku. No. Përcjellja e emocionet është tjetër, është marrëdhënia që ndërton aktori dhe skena e teatrit me publikun. Është marrëdhënia më e rëndësishme midis skenës dhe sallës. Nëse midis skenës dhe sallës nuk ndërtohet ai hark magjik emocional, publiku nuk reagon. Qaj sa duash ti. As do të di fare. Qaj sa duash. Qesh sa duash. Nuk qeshaj. Nuk qesh. Maksimumi do qeshim me të qeshurën tënde. Po do qeshish vetë, kupton? Do qesh vetë dhe mbyll ajo punë. Është emocion i transmetuar. Është si puna e asaj
saldatritesh, që mban saldatorin dorë, që kur shkon tek hekuri tjetër për ta ngjitur, ajo bën bzz, bzz, edhe lëshon atë dritën e famshme, që ty terën, të qërojnë sytë. Jo, është marrëdhënie. Duhet saldohet pra. Të saldohet. Ose saldoa, nuk reagon njeri, jo. Dhe prandaj aktori duhet jetë një njeri me një formim të madh. Po e përsëris edhe njerë që në filmin e parë që ju më kujtuat në shtëpinë tonë me anagnostin, mësimi numër 1, lesson 1, thaj, anagnosti më tha vetëm kaq. Në qoftë se ti, tha, ke menduar, tha, seriozisht, tha, të bësh këtë profesion, ti, tha, në ratë të parë, tha, duhet të njohësh mirë, tha, historinë e vendit tënd. Kjo ka qenë mësimi numër 1 që më ka dhënë anagnosti.